E vendosa dikur, 1 vjet, 2, po kthena sot, po kthena nesër, i mbledha teshat, e vendosa mu kthy. 80% i kena mërgjimtar. Mos me qenë ta, s'ka dhe gjallëndim, s'ka dhe jetë. Kum punu pin moshën 14 vjeçare me një burtezës, që shtu majstërlëk, mërësh mi shpija, në Preshev, në login Preshevës, Katune. Po tani, erë koha vitit, me thonë 2016-17, u hekën vizat për me dalë në Gjermani, e kom aty një daj. Edhe muhabet, a do me dalë, as do me dalë. I kom pas në atë kohë 20 vjetë, tash me i kom bo 32. A do me ardhë, thash po vebe, provoj, pse jo. Pata qef, shkova. Me thonë dhe i fillim shtire, kom pas adaptimin atje. Shkaki gjunës, po ndërkohë 2-3 muj, 4-5. U mësova, thuj se u bona rafsh si kur ata, mo. Do me thonë viti 2016-17, thuj se gati një ndër të parë për gjeneratave tona shka ka ndalën, ku ma rrit me dalë, me shku. Po në fillim ku shkova, me thonë drejt, mu do ke sikur dy një tjetër, se na Preshev, Kosovë, ma largë, abedi, ja. Edhe adaptimi pak qëtire kom pas shkaki gjunës, po gradualisht, dit mas dite, muj pas mujit, u mësu mo. Dikur, thuj se u vedisu me ata, me atë jetë atje. Për herë të parë kur shkova, ja nisaj që me obore, me punu. Ai dallim jo shumë, sa i mjeshtria gati se e njëjtë veç se puna për toke. Ja kom pa harin, thom që ja kom pa sherrin Gjermanisë, e kom marrë një kulturë të punës, të mirë, pastër, që shkon me renda, vedi. Valloj me shku tash, nuk është zërë. Besoj në kohën e pleqve ta, në kohën pak shtirë, medala, shti për shti, mën medal, i madhe i vogël, thuj se. Shtirë su konë medal, po shtirë u konë me vendosë. Më këthy, thom drejt se me lon një jetë, që është Evropa, e më këthy me jetu në Balkan është pak është shtirë, po kur dikur, që shka thonë pleqve ta, një çantë knena, një knena. Cilin e kum pasën, më këthy këtu, mja nisë me qatë punë që e kum punua që me oborre. Se me thonë drejt, s'ma kish marrë menja më këthy veç hajtë, pa pas do një zanat. Si sa shmerët e kum pas, zanatin ndërtimtari, po ndërtimtaria lype edhe shumë esenet, shumë elementet. Erdha vitin e kalum, unë atje kum pas familje, e kom vllavin, e kom dajt, po edhe plus familjen teme. Me thonë drejt unë e vetë, e vendosha më këthy. Sot për sot, po këthena, po u dëshkenjere me fol, me gru. Ju mëtu që s'pranon, po pse thot ajo ma herët thonë e quaj dhe hecmi, do me thonë edhe ja kish pas njëtin menim, si unë më këthy. Halo pa ardhë në Preshev më këthy, kum pas shok, do me thonë gjeneratat pak matë mëdhaja se unë isha në kontakt me ta, po edhe ata me mu i shifshin storit me shka po mina që ishtë tek. Me thonë drejt, premtimet që mi kanë bo, thuj se kejtë janë të majtë me apedi. Ktheu se ka punë, është fakt që ka punë. Ktheu se adaptohesh me njëherë, shkaki i do shoqënijës, i një rrethit që e kum pas më herët këtu, që është ta gjenerata pak ma e vjetër. Më kanë premtur, shumica më kanë dhonë punë, po shumica puna mas punës, apedi, mishteri mas mishterijës, ku më arrit me hec pak të para. Shtiru konë, sezoni parë, po, ja dolim disi. Dolim. Si firmë e mirgartën bëhu, na mirëmi me kubza të burrit, dekorime. Tani bojna dhe mure, dekor, bojmë mjellën e barit, pemë, gjithë shka, lula, shka e lypni o barë. Punën që e kimi bo këtu, ka qenë pak e vështirë, po me ndihmën e pronarit të shtëpisë, se dhe kjo është maraklesine që e bojmë këtë punë. Kena zgjidh shumë e problemin, shumë e punën e kena bo bashkë, shumë e dizajnin, projektin që shpushifët, pamja. Tetoje ka pas që këtu u konën bache, pemë, perime, gjithë shka ka pasën. Me kalimin e kohës, dashti me bo një farë ndryshimi në objekt, edhe deshti me bo një farë kombinimi gjys bache, gjys park, o borë, dishka më dok mirë. Këtu kemi punue, do me thonë, prej zerës. Prej baqës ja kemi nisi, kemi bu ancorët, kemi bu plaka, kubza, po si ti themi. Kena mjellë bari, edhe kena vazhdu tutje me dekore, pemë, e gjithë shka. Që një vit e gjys gati se që jom këthy për mërgjimit, shumicën e klientave i kam mërgjimtar. Do me thonë, mas shumë këm pas punë me njerës që janë jashtë, se me këtujnë. Po thonë bashkë shkaki që edhe javdi dhimt apo gjumë, si ta thema, vedi? Po mirë mi vesh, me këta jemi mirë. Mos me qenë ta, të folmi drejt, jo që s'ka punë, po s'ka dhe gjallëndim, s'ka dhe jetë. Na ka ndimu, ko gjasi shumë, një mesazh për rinin tonë.
Dhe me thonë, besoj se gjithë si cili ka qef me dalë, me provu. Pse jo, ne dalim, po ma mirë se e gjenë vetën në shpirë tënde, vallaj në shpirën e tjetrit është problem me gjithë. Kështu që kisha thonë, okej, në rregull, shkoni se edhe unë jam njën ndër ata që i kom shku i pari, thuj se, ama ma mirë se në vend tëndë nuk ish. Unë jam mirë, faleminderit, miqëserive, faleminderit rrethit, shoqënisë, më kanë ofru punë, s'm kanë lënë. I kisha preferu, dhe me thonë, gjenerata që i ka zanat, që e ka sa do pak një mundësi të vogël, nuk ja vlen me dalë. Unë jam Valdin Rexhepi, pronari i firmës Emir Gartenbau, Preshev.